informata për jashtë, edhe vinë ma të pregaditun, edhe e din ku cilin me e gjujtë. Muajnë pika dopta. Bruno mendon që do qëndroj gjatë, Alba ndonë se mendon që është një gjendje të rënduar psiqike ose emocionale? Shiko, duke parë që njerëzit vlerësojnë Kosovën e shëndetit mendor dhe thonë që okej, unë e shikoj finaliste Albën, edhe unë mendoj po një loj, pasi në këtë loj Big Brotheri që shojmë prej kohësh tashmë, nuk ka rëndësi si ndihet personi ose çfarë paraqet në publik, rëndësi ka që të jap shfaqje, edhe në Kosovë të shëndetit të tij psikologjik edhe fizik në këtë rast. O Bruna ja bëri një mjekim edhe mjekët nuk është se dolën me ndonjë konkluzion që do të pëlqej shpinë. Kështu që shëndeti mendor unë mendoj Bruno që ti e ke një farë tendence zakonisht me kategorizu si të këqija këto shfaqje televizive. Po e them përsëri që s'ka të bëjë me shfaqje televizive, po e ka thënë vetë në Ferma VIP në qoftë se e ke ndjek. Unë marr shkas nga ajo që është paraqitur në një emision tjetër ku ajo ka qenë prezente dhe e ka thënë vetë. Nuk jam unë që i kategorizojnë njerëzit, janë njerëzit që i kategorizojnë veten edhe shprehen në këtë formë. Kështu që të lutem shumë mos vë në gojën time fjalë që nuk i them. Jo, unë vetë shoh një tendencë tonën, kam drejt mi analizuar atë çka thu. Tendenca ime është të shpreh atë që është reale, që kam parë në çdo lloj formati ku i kam ndjekur këta personazhe dhe i analizoj në vetë interesimi yt Bruno, vetë interesimi yt me i ndjek këta formate kallzon më shumë se sa fjalët e tuaja. Kështu që nuk e nevojë nuk i ndjek, më fal, nuk i ndjek nga qefi, ashtu siç jeni dhe ju në këtë panel që po unë i ndjeki me qef mërzotni. Unë i ndjeki me shumë qef. Po pra, më lejo të them diçka. Unë vetë Ferma VIP kam qenë madje i ftuar si opinionist, prandaj edhe jam sqaruar për këtë pjesë. Edhe në çdo format që shkoj sepse jam për këtë lloj pune, për këtë lloj formati. Nuk shkoj sepse kam shumë qef që të shikoj për shembull Albën në televizor e cila qanë për Stiçin. Në qoftë se ti e ke qef këtë gjë, më vjen keq, po unë nuk e kam. Nuk është punë qefi, na nuk jena këto për me zgjedh, nëse do më bëu analist ose opinionist, atëherë dush më mësu që nuk analizohet Stiçi, po pse është Stiçi aty brenda. Nuk analizohet vepra, po qëllimi. Apo më kupton? Edhe qëllimi yt në secilin debat që unë kam qenë prezente, kena qenë disa herë bashk, e kam pa që ti e ke një tendencë me i vu para vetes disa, nëse dikush e ka këtë qëllim, nëse dikush e vën shëndetin mendor në barabar me shëndetin mendor në ditën e sotit, është i lirë njeriu ka drejt me pas edhe me qenë depresion, edhe me qenë ankth, edhe me marrë pjesë në televizion. Ka të drejtë të jetë i smur psiqik një njeri, e kuptoj, është gjë shumë normale për njerëzit në kohë. Jo, unë nuk vetëm pengon faktin momenti kur e ndërlidhin për shembull me emisione të tjera, nëse tash unë ku mund di shumë mirë, mua sot më kon shumë keq, e kupton? Që nuk ka rëndësi çka ka ndodhur për programe të tjera, apo flasim për pjesën këto. Ai e bënin një mjekim edhe nëse mjekët e kishin pa të arsyeshme, mos më ktyn shtëpi prap sa më mëje që i kishin kthy, kështu që edhe nuk është që ashtu se na nxorëm atë probleme psiqike, nxorëm ne këtu se nuk është se unë mendoj që tonë na kena probleme psiqike, nuk mundën na me thonë dikush ka probleme psiqike, me thonë unë jam mirë. Ka dalë se ty kërkosh s'ka vu në skener. Apo din, hin edhe ti në skener një herë, mos anë ta shohim më keq. Është shumë e lehtë me thonë për dikon ka probleme psiqike. Jo me psikolog, ajo pat një tretman tjetër. Ata takimin me psikolog e bojnë para se hyjnë në shtëpi. Kështu që ajo është kategorizuesi e shëndosh për me hyjë mrena. Psikologu që ndomë në rrethimet është vazhdimisht moment, ka nevojë. Banorët e pranojnë që ajo ka një kohë gjatë